Përshëndetje të dashur miq. Kjo video shkon për gjithë beratësit edhe ata të cilët janë në emigrim, por edhe për turistët. Jemi në lagjen Mangalen, është një nga lagjet më të bukura Beratit. Është lagja e shtëpive njëra mbi tjetrën. Janë lagjet më të bukura, më historike, mbartin në vetvete shumë çka dhe ftoj gjithë, jo vetëm shqiptar, por edhe të huaj, vizitojnë këtë qytet kaq të bukur, kaq mbreslënës, jo vetëm për qytetar, për turist, por edhe për elita botërore. Është një qytet që janë lozur edhe filma, disa prej filmave shqiptar në këtë rrugice. Ndërto sjell një prej filmave shumë të bukur me disa djem çapkën. Filmi Tom ka dhe shokët e tij, por edhe filma të tjerë siç është General Gramafoni. Po ti shikosh shumë çka Kalat Berat është një bukuri, është një pastërti, por ka akoma punë për të bërë. Nuk e kuptoj se si mund të lësh këtë vend kaq të bukur, kaq histori ndër vete, me gjithçka çfarë mban ky qytet, sepse duhet flas atë çfarë duhet flas për Beratin dhe jo atë çfarë kërkon propaganda, siç e shihni atje me drita, me ngjyra. 2 muaj para vitit të ri. Dhe kjo godina këtu, siç e shihni, ky muri këtu është një prej ndërtesave të cilat ka shërbyer edhe si një shkollë, si një medrese, e cila sot është e mbyllur. Janë restauruar disa prej ndërtesave, por jo të gjitha. Është një qytet mahnitës, jo vetëm për mua që jam qytetar i këtij qyteti, por për shumë të tjerë, të cilët nuk janë nga Berati ose nuk janë nga Shqipëria, dhe gjithmonë që vinë Berat, thonë ne do të rikthehemi përsëri. Leshim me 2 xhami, ishën e Shëndimit, ishën e Shëndimit, 2 xhami tjera që janë Xhamia e Plumbit edhe Xhamia e Mbretit. Kjo rruga është kosaq peha, që shihni edhe atje lart. Kjo është një nga ndërtesat që ka shërbyer si medresa e Beratit. Mbart emrin e Vexhi Buaras. E sotme tashmë është marra private. Është marrë nga ata të cilët janë pronar dhe kanë kthyer në një bujti shumë të vogël. Edhe kjo tjetra, siç e shihni këtu, edhe këtu është kthyer hotel, ka qenë medreseja e gocave, një qytet historik që mbart në vetvete shumë çka, por i lënë më shirfatit. Shumica e këtyre shtëpive ndoshta mund të jenë të pabanuara, pasi Bashkia e Beratit ngret dronin duke treguar nga larg therrat apo zgërat dhe grillat, por nuk sheh se si këto kaldrëme, këto sokake, këto lagje gjevahire të këtij qyteti historik lihen në mëshirë të fatit. Si që shihni, këto janë ato të famshmet e atit që ne quajmë profesor Fazanguri, duke
i tregu bar njerëzve cilët e kanë vizitu Beratin dhe vizitojnë Beratin për të parë më shtepër rreth historisë tonë. Kjo më kujto shumë bukur, nëse e mbani mend. Kjo është rrugica e ngushtë ku hyn ballistët dhe përqeshen nga djemtë e asaj lagje, lagje të Beratit, Kala Mangale, Goris. Dhe kjo është rruga që përshkron ai që i vogël, duke u tallur edhe me ballistët. Gjithmonë që vim Berat, pa diskutim, ndoshta kam pas pak kohë më shumë këtë fundjavë, por ta parë qytetin dhe historinë e tij, bukurinë që mbart në vetvete. Ky qytet historik do ka bërë me kaq të bukura. Shumë të të shtëpit, sipas gjenisë time, por ja e bardhë diku në Universitetin e Beratit, dhe sot një hotel, do thotë Berat, qendra e Beratit, edhe pas lagja historike, edhe qendra e Beratit, bloku i banesave dhe lagja e Brekut. Shikoni se në gjendje është. Ky Berat, shumë i bukur, është lënë në mëshirë fatit. Shifeni vetë se si propaganda vret realitetin e hidhur të këtij qyteti, që ne sot mburremi në historinë 2400 vjeçare. Dhe shifeni në nga kamera se si këto drita janë vendosur vetëm sa për të thonë që kanë drejtim në këtë rrugite, por që në të vetvete, po të shikosh shumicën e këtyre dyrave janë të mbyllura. Ku turizmi i milionët i propagandës ekziston vetëm në tastierën e diellës. Apo shukujt që fshihet pas diellës. Unë isha dhe në Kala Beratit dhe pak turist pasht, por ndoshta sot është dita me shi, por kjo nuk do të thotë që Berati nuk ka turizëm, por fatkeqësisht po flasim për qytetin e jetueshëm nga qytetarët në radhë të parë dhe më pas të vizitueshëm nga turistët. Maçi, shifeni se si një matë e vogël endet rrugicave të Beratit për të kërkuar diçka. Maçi, eja këtu. Eja. Ja, nuk don ushqim, po për momentin nuk kemi. Ajo don diçka për të ngrënë, sa bukur duket dhe ura e koricës. Do të zpresim këtej për të zbritur poshtë në rrugën kryesore. Gjithmonë që vim Berat, e shoh një qytet që lë shëmbresa dhe është një qytet që një kostum popullor. Kam kujton ato videot e famshme të gocave para Kallashi, se ishte ditë me shisë. Bukur kanë dalë, si edhe ëndër. Qyteti bukur, o Berat që pat e fat.
Ja, këto rrugicat e bukura të Mangalemit, që fatkeqësisht sot ngelen vetëm si një rrugë me gur, pa njerëz dhe turistët, të cilët habitën, shifeni, habitën nga çmendurit tona. Mund të ketë rënë gabimisht dikujt kjo saplake, por shifeni se si ferrat aq të bukura të Beratit, një qytet historik, muze, por këtu nuk di nga shkon nga del, por saplakeve, vetëm saplake, po zi me saplake njerëz. Po zi me saplake. Sa e bukur ky qytet. Nuk di nga të vesh, as është djathtas, as është majtas, as është lart. Nuk di për zotin. Është një bukuri e rrallë ky qytet. Nuk di përse ky qytet është në këtë gjendje. Besoj se kjo rruga të çonte xhamia e beqarëve. Sa bukur e ka bërë. Atë ishte gjithë rrugicat e Beratit kështu, me poqe. Sa bukur, një histori më vete, një mrekulli e vërtet e këtij qyteti. Një mrekulli e vërtet e këtij qyteti, që besoj shumë që më falni se hesh errësisht se kështu i ka lënë bashkë Beratit, të rrugicat e famshme të kësaj zone mozale, por që në të vërtetë ditën ky qytet vizitohet nga mira turistë. Plot burgers house, plot hotele, plot lokale, restorante, ja dhe një flamur shqiptar. A jena shqiptar, a jena live. Ndërsa live nuk jemi, por siç e shihni, a dini çfarë është kjo? Kjo është një prej xhamive të qytetit Beratit. Quhet xhamia e Sulejman Pashës, ose xhamia e beqarëve. Po beqarë nuk ka. Beqarë nuk ka se dikush nuk ka ekonomi, dikush xhamia mbyllur. Donë të vizitojnë si vizitojnë atë. Vetëm gëzhazë. Errësirë, si mundet të lihet kjo histori kaq e bukur e Beratit në mëshirë fati. Por ne do të vresim poshtë për të parë se ç'bëhet në Berat. Dolëm në qytet, ka njerëz, ky semafori i famshëm që ta kalldatën. Berati me drita, me ngjyra, ja dhe një fugon policie që pret që nesër të votojnë qytetarët e Beratit e zgjidhet kryetari i ri i Bashkisë Beratit. Atëherë edhe një herë nga Berati, besoj se jeni më ngjyrë disi ata që jetojnë në emigrim. Dhe besoj se do të vinë ta vizitojnë Beratin edhe të kënaqen me bukurisë që ky qytet mbart në vetvete. Po kalojmë çik shpejt, nëse do të bësh rregulla. Jo për të bërë foto, video në këto kallamishtet e hekurat e këtyre, me drita me ngjyra, por për të treguar bukurinë që ka Berati, xhamia e famshme, kalaja dhe Berati modern. Berati modern. Viti i ri pas ka ardhur shpejt në Berat. Si vjet. Shikon ta kallojmë datën
trafiku në Berat me semaforin e famshëm, edhe me këto drita me ngjyra të një qyteti që lëngon akoma. Miropafshim, besojmë që do të vini ta vizitoni këtë qytet, sepse historia e Kalit nuk tregon se Berati nuk është mikpritës, se Berati të thellë, por Berati është mikpritës, është qytetar dhe i sheh të gjithë turistët si qytetarët e vet, edhe jo si jabanxhin që duan të hanë së fllaqe edhe të largojnë nga Berati, sepse ata kërkojnë të rikthehen përsëri në këtë qytet për ta eksploruar edhe më shumë. Ju faleminderit dhe shihemi në video të tjera.